s'ka me e poshtru me e qitë në poshtë prej elektoratit përgjithësi, nuk është kallaj dikush me unë e kam mirë kuptim dhe për LDK-n edhe për gjithë subjektet opozitare. Mirë po që ka shumë nuk e kam prit ata që mujnë më poshtru, thoj za gjithmonë po foli jo në kuptimin asajnë, po e kam poshtru. I ndeshkim, unë nëse i kujtohet Emanuelit, këmë thonë shumë mirë, para 28-it, këmë thonë dikush këtu ka me hongër me fjallë popullore, ka më ndeshku, po kush, e preqëm kush po ndeshkuat, fatkesisht po ndeshkua, dhe më thonë, veç opozita dhe kësh petaj pa therën kom që shtojnë, plus fitoj 50+1, me një datë politike që vendosin 28 dhjetori me marrëveshje me presidenten, ta është edhe erë që shërë kjo faqe peshen jo, dhe më thonë edhe kjo gjendje që fare është shumë e vështire, komplikume, nuk i dihet mos çka do të ndodhë. Sot e dili? Pajtona pjesërisht me profesorin, po besoj që opozita e ka dëshmu që nuk është një opozit fleksibile, një opozit të qëndrueshme për 4 vitet e fundit. Por derisa nuk ishin të gatshëm edhe në gjendje të kishin një figurë të tyre ose